Mirë se erdhët në trashëgim brez pas brezi, Malësi e Madhe. Me të rinj të nxënës, po nga Malësi e Madhe, organizuar nga LDDOR me mbështetje financiare nga Bashkia Malësi e Madhe në kujdesin e kryetarit zoti Tonin Marinaj. Unë jam Mirë Saramçi nga Gjimnazi Sherif Hoxha Koplik. Të nderuar të pranishëm, një përshëndetje edhe unë në këtë event të veçantë kushtuar trashëgimisë kulturore të Malësisë së Madhe. Unë jam Isra Hysaj, nxënëse e shkollës Pregjioni Bajz. Sot nuk jemi thjesht për të ndjekur performanca artistike, por më shumë për të përjetuar një rrugtim mes brezave, ku kënga, vallja dhe instrumenti tradicional bëhen ura lidhëse mes së shkuarës dhe së ardhmes. Trashëgimia kulturore nuk duhet të mbetet vetëm kujtim. Malësia e Madhe është një nga zonat më të njohura në Shqipëri për fushën e ruajtjes së traditave folklorike. Eposi i kreshnikëve me këngët e Mujit dhe Halilit mund të jenë dhe zanafilla e grumbullimit të folklorit dhe trashëgimisë kulturore të kësaj treve, duke treguar në këtë rast nëpërmjet këngëve dhe zanafillën e kësaj treve. Të shkruash për kulturën malësore është e pamundur të mos përmendësh kollosin e këngëve ilire nga Bajza, basin më të shuar shqiptar, artistin e merituar, Luk Kaçaj, i vlerësuar pas vdekjes me titullin Nderi i Kombit. Një djalë që deri dje dëgjonte me kureshtje këngët e gjyshit të tij, sot merr lahutën në dorë për herë të parë. Një vajzë që ka parë vallet në festa familjare, sot hell hapat e parë, duke ndjerë ritmin si pjesë të saj. Kështu, trashëgimia nuk mbetet në të shkuarën, por kthehet në përjetim të drejtë për drejtë dhe të gjallë, brez pas brezi. Nuk është pak që nga Malësia e Madhe, brenda 3 viteve, UNESCO të shpall 2 pasuri si trashëgimi të njerëzimit, xhubletën dhe lahutën. E gjitha kjo fjalë dashurisë për kushtimit të njerëzve të mirë malësor, ndaj ruajtjes me fanatizëm të vlerave tona, identitare, kulturore brez pas brezi. Që për vitit 2022, xhubleta është pjesë e listës së trashëgimisë kulturore jo materiale të UNESCO, në nevojë urgjente për mbrojtje. Së bashku me xhubletën në këtë listë janë përfshirë edhe artizanati në përgatitjen e saj dhe mënyrat e përdorimit, simbol i identitetit dhe i trashëgimisë sonë. Ju ftojmë të ndiqni një moment simbolik që përfaqëson vazhdimsinë e traditës. Xhubleta dhe tradita kalojnë nga lumturia e nonaj tek fëmia i kopshtit të Bajzës. Atëherë ju jeni e nderuara lumturia e nonaj. A jeni krenare që veshni sot xhubletën? Jam shumë krenare që veshi xhubletën. Kjo është xhubleta që u pranua në UNESCO bashkë me lahutën dhe jemi shumë krenarë gjithë Shqipëria. Por kam dëshirë që si lahutën ashtu dhe xhubletën ta trashëgoj në breza, që kurrë mos ndalohet, dhe me thanë mos birë poshtë as lahuta as xhubleta, por trashëgohet brez mas brezit që sikur se kjo vajza e vogël adora, të veshen dhe vajzat e tjera në shembullin e saj dhe të jetë një trashëgimi breznore për të ruajtur traditën shqiptare që tregon dhe që lidhet me të kaluarën e të parëve tanë. Faleminderit. A mund të na jepni një mesazh domethënës për brezin e ri? Mesazhi është, si për lahutën që unë mbaj në dorë, i ftoj të gjitha vajzat, pa përjashtim me dëshirën e tyre që kanë dhe të prindërve të tyre, që si xhubletën, ashtu edhe lahutën të bëhen një krah me mua, që kjo të trashëgohet dhe kurrë të mos ndalet as lahuta, as xhubleta, por të jemi një të gjithë dhe të përparoj dhe tradita shqiptare dhe identiteti ynë të jetë gjithmonë i naltë ma naltë, më thanë, i përkryer. Faleminderit shumë për mesazhin. Si quhesh? Adora, Në cilin kopsht je? në kopshtin e Bajzës. Si quhesh? Unë quhem Ana Maria Celaj. Në cilën shkollë je? Vi nga shkolla Pregjioni Bajz. Faleminderit. Si quhesh? Atëherë, unë jam Mirë Saramçi, nxënëse në Gjimnazin Sherif Hoxha Koplik.
Dhe për mua është hera disa që veshë xhubletën dhe me thënë të drejtën kënaqësia dhe gëzimi që vjen nga kjo veshje është i papërshkrueshëm dhe mendoj se veshja jonë tradicionale duhet të trashëgohet brez pas brezi dhe mos të humb vlera e saj kurrë. Faleminderit shumë. Atëherë na nderon me performancën e saj lumturie Nonaj, e vetmja lahutare në Malsinë e Madhe. Ju faleminderit të gjithëve dhe suksese, inshallah brez mas brezit trashëgimia e lahuzit dhe xhubletës nuk ka për të rreshtur kurrë. Faleminderit. Edhe gëzoshim titullin e lahuzit dhe xhubletës që pranon UNESCO. Rrof Shqiptaria. Faleminderit shumë. Trashëgimia jonë kulturore ka në brendësinë e saj këngët, vallet dhe instrumentet të cilat përcillen bukur edhe nga të rinj dhe nxënësit e shkollave, dëshmitë të cilave do të jetë ky program artistik që do të shfaqet sot. Kënga Maja Krahu, si thirrje e shekujve të ekzistencës sonë, flamuri si dëshmitar i fitoreve, vadhja si shprehje e gëzimeve, do fillojmë këtë program me performancën e nxënësve të Gjimnazit Sherif Hoxha. Malet tona u shton zani, në komplekson të bahet nami. Qifteli e ka nge vale, mirë se u ka pru zotin Malsit male. Hej, Malsi, burnesh beset, pushkët, fjalet, ka nga jote bashkon malet. Bashkon në valet dorë për dorë, me Malsi e diaspor, jem krenar, se jem malsor. Oh,
flamur shqipja, fluturim, shpërndan dritën për bashkim, brez pas brezi, trashëgim. Valja e par e kanga e par, jam krenar, se jam shqiptar. Atëherë këtu kemi edhe dy nxënës nga shkolla Prek Gjoni Bajs, të cilët do të bëjnë vallin e tyre të logut, Anteo Dragaj dhe Rena Harlicaj, që do të shoqërohet edhe nga shqiptari nga Tuzi, David Ujka, që do të shoqërojmë daullën e tij. Ninulla, kënga në nave tona, të cilat bashkë me qumshtin, lëngun e jetës, ushqyen të ne dashurin për vendin dhe dëshirën që t'ju ngjajmë heronjve. Varisa Dreshaj e sjell sot një të tillë. Nina nana more bire, flaj se gjumi të bën mire, të bën mire trahatone, trupin biro ta pushone, po për kundon nana djalin, ti mu bafsho sokol mali, ti mu bafsho sokol mali, mos ja pa qlak mi askujte, uriq t'jall larg venit huje, ti mu bafsho djall azgane, u plak shbir në venin tëne, u plak shbir në venin tëne. Pas Ninullës kaq të bukur të sjell nga Varisa Dreshaj, vazhdojmë me valljen e shpatave, një tjetër dimension i gërshëtimit të epikes me liriken, po prap nga Gjimnazi Sherif Hoxha Koplik.
Fsha ujin këtë burim tjetës. Këto shpata shqiptare nuk përgjaken sot. Ku që zi është vesh malësia, Adriana Muli, me një trup të vogël, por me një zë brillant, sa edhe malet të tunden.
dëshur ku që zi. O festë madhe, o sot ka malësia, o bra o rasin, Kosova e Shqipënia. Valja Gjames bën preshef, kupi thur lavdin, malet fushat e atët janë dëshur ku që zi. Faleminderit. Pas këtij interpretimi të mrekullueshëm nga Adriana Muli, vjen shkolla Prek Gjoni Bajz me këngën Kam qëndisur një flamur, interpreton Desilda Curraj. Qëndisur një shami, shofin shoqet bukurie. Kam qëndisur një shami, shofin shoqet bukurie. Rreth e rreth me trandafila, roj me sa janë dy bila. Hey, hey aman, o faman. Rreth e rreth me trandafila, roj me sa janë dy bila. Hey, hey aman, o faman. Në mesin e shamise, kam vushi për në lirise. Në mesin e shamise, kam vushi për në lirise. Këtë shami unë për kujtim, do t'ja qoj një shokutim. Hey, hey aman, e o faman. Këtë shami unë për kujtim, do t'ja qoj një shokutim. Hey, hey aman, e o faman. Was passed down from the mountain figures. Together. Kur punoju në bujësie, të fshit jersër me shamije. Kur punoju në bujësie, të fshit jersër me shamije. E taru si sytë e ballit, si qesh besa e shqiptarit. Hey, hey aman, e o faman. E taruj si sytë e ballit, si qesh besa e shqiptarit. Hey, hey aman, e o faman. Faleminderit. Instrumentale me qifteli, interpretuar nga Valeria Pepaj dhe Shtjefën Ujkaj, mjeshtër i folklorit, studiues dhe koreograf, si dhe njohës e interpretues i spikatur instrumenteve tradicionale. Një performancë që pasuron vlerat autentike të trashëgimisë sonë kulturore. Gjimnazi Shërif Hoxha Koplik.
Një tjetër vogëlushe që përsjell bukur këngën tonë popullore, Kejsi Pecaj, nga shkolla e Vrakës, Zemra re për Shqipërinë. Faleminderit. E falenderojmë Kejsin nga shkolla Vasil Shanto Vrak për zërin e ëmbël. Tani radhën e ka shkolla Prekgjoni Bajz me vallën e Shotës.
Kënga Si Zog Shqipe vjen nga Risa dhe Ermela nga Gjimnazi Sherif Hoxha Koplik. Si zog Shqipen malën mbi male, kish fal Zoti këtë djale. Si zog Shqipen malën mbi male, kish fal Zoti këtë djale. Nga po vjen more qun mula, prej kelmenit sotula. Nga po vjen more qun mula, prej kelmenit sotula. Prej kelmenit sotula, kam marve se mazan rruga. Prej kelmenit sotula, kam marve se mazan rruga. Mazan rruga me shumice, prej nkastrat deri në kamice. Mazan rruga me shumice, prej nkastrat deri në kamice. Qpo gjëmon ky mali oti, po t'gorit, po kërset topi. Qpo gjëmon ky mali oti, po t'gorit, po kërset topi. Kërset topi edhe pushka, po na vin topat me mushka. Kërset topi edhe pushka, po na vin topat me mushka. Nuk jam djal për me u korite, jam qun mula, pushk me qite. Nuk jam djal për me u korite, jam qun mula, pushk me qite. Performancë me lahut. Bashkimi i dy brezave në një këngë, në një instrument. Ky moment tregon se tradita nis që në hapat e parë të jetës. Pretash Nilaj, mjeshtër i madh, i dorëzon lahutën të riut Emanuel Suka, duke përcjell një amanet kulturor nga brezi i vjetër te brezi i ri. Emanuel Suka dhe mjeshtri i madh Pretash Nilaj.
Vadhja e bashkimit, si dëshirë dhe shenjë bashkimit të trojeve tona jashtë kufijve fizik, për të njëjtave troje kulturore, nga Gjimnazi Sherif Hoxha Koplik.
Tani ftojmë përfaqësuesin e organizatës The Door, Kastriot Faci. Mirë se gjej. Faleminderit shumë për këtë emocion kaq pozitiv dhe këtë energji të jashtëzakonshme që gjejmë këtu në Malsinë e Madhe, në Bashkinë Malsinë e Madhe. Faleminderit shumë bashkisë, zotit Tonin për mbështetjen. Jam shumë krenar që edhe vi me kokën lart për arsye se këto talente që kena sot këtu mes nesh janë pikërisht ato pasuesit, sikur e ka dhe emrin vetë aktiviteti sotëm, brez mas brezit. Pra janë këto që po e çojnë këtë traditë të Malsisë Madhe përpara. Por kuptohet një vëmendje dhe një punë shumë e madhe është bërë nga mësuesit edhe nga drejtuesit e këtyre grupeve artistike që janë pjesë e këtyre shkollës, domethënë komplet sistemit arsimor të Malsisë Madhe. Për këtë do të falenderosha shumë zyrën Zevan e Bashkisë Malsie Madhe për mbështetjen, por njëkohësisht më lejoni që në këtë moment të ndajmë të ftoj zotin Sytkit Necaj, nënkryetarin e Bashkisë Malsie Madhe, të ndihmojnë pak ose të kontribuojnë edhe ai duke ndarë disa mirënjohje që ne kena mendu si organizator këtij eventit të shpërndajmë për disa njerëz të veçantë, të cilët meritojnë mirënjohje dhe vëmendje në këtë ditë të veçantë. Para se të fillojmë me shpërndarjen e mirënjohjes, besoj se edhe si përfaqësuesit i Bashkisë Malsisë Madhe t'i them edhe dy fjalë mirënjohje. Para se të shpërndajmë to mirënjohjet për gjithë këtë aktivitet që po zhvillohet sot këtu në këtë lokal, pikërisht duke u referuar edhe shprehjes trashëgim brez mas brezit. Edhe vërtet në Malsinë e Madhe rënon tradita, sepse pikërisht kemi gjithë këtë brez të ri, nxënës të shkollave, kemi gjithë talentet që janë në territorin e Bashkisë Malsisë Madhe, nga Vija Vraks dhe deri në Vermosh, të cilët e performojnë me së miri etnokulturën e Malsisë së Madhe. Mos harrojmë se së fundit nga organizata UNESCO u pranua dhe Lahuta e Malsisë Madhe. Sot Malsia Madhe ka 3 evente kryesore të cilat janë të adresuar në UNESCO: Gjupleta, Transhumanca, pra shtektimi i baktive, edhe Lahuta. Mirënjohje. I jepet, unë do të thoshe thjesht Merita Curit, por përsërish është nderuar e cila kontribon të jashtëzakonshëm, ka një kontribut të jashtëzakonshëm për këtë punë. Për kontributin profesional dhe për kushtimin e veçantë në themelimin dhe zhvillimin e ansamblit trajnor trashëgim brez pas brezit, si dhe për rolin e rëndësishëm në edukimin e të rinjve me dashurinë për trashëgimin kulturor të Malsisë së Madhe. Kjo ngjarje është realizuar në konflikt me datë 18/12/2025 nga organizata The Door me mbështetje financiare të Bashkisë Malsie e Madhe. Përfaqësuesi i bashkisë dhe përfaqësuesi i organizatës The Door. Jepet Helona Zenelaj. Profesoresha nga shkolla Prekzioni Bajs, më duket, e? Në ntigujt e të mallit këngëtar, o Malsi e Madhe, besoj se është për gjithë që jemi këtu, për gjithë Malsinë e Madhe, tërët e gjithët Malsisë Madhe, është nëjsi ku shpërdan të certifikata në këto tikujt që e kënoni Malli Salimani. I jepet Shtjefen Ujke, mjeshtri i folklorit, miku tem të cilin ka vite me cilin unë njihem dhe ka lanë shumë kontribut në etnokulturën e gjithë treve tonë Malsia e Madhe, pavarësisht vjerës, darës e kufitare. Hajde, profesor.
Më lejoni që të bëj një koment të shkurt, në fakt profesori, se unë kam qef me qytë profesor Shtjefni, edhe djalit i Davidi pa tjetër, kanë pas një rol edhe një peshë shumë të rëndësishme në këtë aktivitet, masi herë mas herët ta kanë kontribu në eventet që janë organizuar në Malësit Madhe, qoftë tek aktivitetet e tjera, por në mënyrë të veçantë në Lepush, tek konkursi shumë i bukur, domethënë që del pa bukuria e natyrës, po te logo i bjeshkëve, bukuria e Çublez, bukuria e vajzave të bukura shqiptare. Mirë po këtu roli i tij ishte domethënë shumë i rëndësishëm në këtë event, sepse çështë ditën e parë që i kena bërë një ftesë për me kenë mes nesh, me bashkëpunu me këtë trup kaq të bukur, njerëzish me njerëz me shpirt të bukur, por edhe me këta fëmijë kaq talentuar dhe të reja talentuar. Ai e ka pranuar me shumë kënaqësi dhe ka kënë një shtys shumë e fortë që ne të vishim këtë ditë edhe me këto materiale kaq të bukura. Faleminderit profesor. Është privilegj, kënaqësi dhe obligim. Obligim për sa i përket moshës, ndoshta edhe eksperiencës. Është kënaqësi, kjo bukuri, kjo rini, kaq e shëndosh, kaq e përparuar, e apasionuar nga edukatorët, nga folkloristat e famshëm, për një vazhdimësi, për një vijimësi të etnokulturës tonë kombëtare. Konkretisht për folklorin burimor të Malësisë Madhe apo të Malësisë mbi Shkodrës. Si që shifet sot këtu, edhe me një organizim të vrullshëm dhe të paljollshëm të organizatës të dorë, në bashkëpunim me bashkinë e me të gjithë këtu, u bani evenimenti mrekullueshëm, unë shoh këtu. Lirisht mund të shpalli se këtu, po shoh një ansambël të ardhshëm burimor folklorik të Malësisë mbi Shkodrës. Unë nga modestia ime dhe eksperjenca veç me shumë vullnet e pasion, do t'jam një gur i vogël apo një hamall me dhanë një kontribut mirë fill në këtë drejtim. Si në instrumentim, me instrumenta aerofon popullor, si me kordofon, si me membranofon, të ka këtu djali, si me valle, me valzime, me stilizime të valleve të burimore, por parazitash me valle burimore, i cila është një thesar hala i pa eksponuar, ndoshta i hullumtuar, po jo mjaft i eksponuar në skenë, me gjithë ansambli i shtetit, qysh nga korifejt e valles ka marrë shumë elementet vyra e të mrekullueshme të Malësisë mbi Shkodrës dhe të Veriut, me të cilat a kanë dominant në festival prestigjos botnor të Dijonit me 1970 në Francë, ku edhe tash i shohim ato pamje groteske televizit dhe posturat koreografike të malsoreve dinitos. Edhe një diçka, mos më keq kuptoni se ndoshta munges modestiet, por ju vetë një mik pritës atër ju e keni fajnë këtë rast konkret. Këtu e kemi një korife paramet, jam shumë i emocionuar, më vinë lot në sy, e kem një pretashnilej, i cili, që është në të momente e para të festivaleve, është ken ajo shtylla e folklorit burimor, jo vetëm Malësisë mbi Shkodrës, Veriut, po të kombit shqiptar, edhe faleminderit Perëndis, edhe bashkisë, kryemet Toninin, të zgjidhëvet, edhe pretashit, sot u ba një ndresje e një gabimit të ndoshta apo shpejtësie të shpalljes ma parë të lahutës si vlerë e UNESCO-s, por tani shkoj lahuta në vend me duart e mjeshtrit, edhe unë pretashin si mocatar, po ashtë edhe pak paramet, kështu që e trajtore e dua si vllau në plak, e shof si një pris, si një princ, i cili do të pri kësa ide të cilin e përkrahi edhe presidenti Berembega Intus për avansimin e një projektit mirëfillt, një dosje të valles së logut në UNESCO. Ju falenderit për vëmendje, urime, gëzime e festa, paçi
tanë jetën, ju familjarët, pasarësit, e gjithë kjo bukuri, gjithë kjo rini, ka që bukur, çka është një garant për një vimësi të mirëfillt etnokulturore drejt kulmit pjedestalit kulturor botëror. Ju falenderit. Atëherë, duke në nxjerrë profesori një sekret, pasi ne doshim të leshim duke e dhanë drejt për drejt mirënjohjen një personalitetit e etnokulturës e në veçanti të Lahutës, si qash Petash Nilaj, mjeshtri i Lahutës. Duke e dhanë një certifikat mirënjohjet. Faleminderit për respektin. Ju uroj mirëseardhje në gjithë pjesëmarrësve tonë dhe një falënderim shumë të madh për këtë aktivitet që ka organizuar Kastrioti në bashkëpunim me shkollat e Malësisë Madhe dhe i përgëzoj shumë drejtuesit e mësuesit e gjitha shkollave që kanë bërë këtë punë kaq të bukur, dhe siç thash Tifni, a thënë të drejtën, këtu është një ansambël i Malësisë Madhe. Me të vërtet, krijohet një ansambël i shkëlqyeshëm i Malësisë Madhe dhe ju uroj për punën e shkëlqyer që kanë bërë këta mësuesa. Ju uroj suksese në të ardhmen. Faleminderit gjithëve. Me që jena tek kalimi i stafetës brez mas brezit, e kam rollën edhe kënaqësinë për me njoft një djalë të ri që quhet Emanuel Suka, që është një nga nxënësit e zotit Petash Nilaj, mjeshtrit Lahutës. E ftojnë skenë edhe atë, urime, faleminderit. Është shumë e rëndësishme që ta kalojmë stafetën brez mas brezit, sepse ne, domethënë, jena një popull unik, një popull që kena shumë vlera të trashëgimisë, edhe këto vlera jena edhe popull i vogël, ti majmë fort, edhe ti majmë zemrën tonë, ti majmë jetën e përditshme, ti praktikojmë sepse janë shumë të rëndësishme. Atëherë, që të vazhdojmë me kohën, japim profesoreshes Vera Dragaj një certifikat me njojë. Një profesoreshe pa lodhur, por edhe këshilltare që nuk hesht kur ka probleme. Atëherë, është kënaqësi e madhe me punu me këta fëmijë të mrekullueshëm. Është me të vërtet një punë që kërkon lodhje, kërkon përkushtim, por në fund kur ishe sa bukur dalin të kënaqet shpirti. Kështu që uroj ta çojnë brez bas brezit këtë trashëgimi kulturore dhe mos ta harrojnë asnjëherë. Në thënë drejten, kur bëme takimin në shkollën e Bajzës, me drejtorin, edhe me nëndërdoreshen, edhe me mësuesen, më rojnë sy diçka, dhe më thënë, këto, kur shkovoni dhe i tha që donan me bëjë diçka të tillë, me bashkin, e Malësisë Madhe, kena menu që ta organizojmë kështu, këto ju qeshin sy, dhe unë atë moment e kuptova që këta janë qeshuna gjithmonë, por e kishin me shumë zemër edhe me shumë përkushtim punën. Po atë rastin me pa një program tjerë zakonshëm, edhe shumë bukur me rastin e festave, cilin domethënë do ta komplimentojnë këtë moment, sepse a ditë s'pata mundësi, por kjo tregon punën në vazhdimsi të këtyre mësuesave të palodhuna. Edhe ju lutem autoriteteve lokale, drejtorave të shkollës, cilët janë shumë të nderuar, por janë një pozicion që ngaherë janë edhe pak të sforcuar për me marrë disa vendime. Ti mbështesin këta mësuesa, sepse këta mësuesa binë ma shumë nxënës në shkollë, binë zhvillim, binë arktim, binë kulturë, binë pikërisht kalimin brez mas brezit. Për vazhdu me mirënjohjen e fundit, po jo ma pak të rëndësishme, vjen një mirënjohje për Valeria Pepaj. Mund të thoni ju pse. Sepse Valeria është e vetmja vajzë në gjimnazin, po jo vetëm gjimnazin Sherif Hoxha, por edhe ma gjanë që i bjen Çiftelisë. Edhe na për këte, në fakt i kena bërë një dhuratë, sot me mbështetjen e bashkisë, edhe kam kënaqësi që kam këtu nënkryetarin e bashkisë, për t'i kalu instrumentin e Çiftelisë, i cili është ble nga projekti, për t'i met pikërisht shkollës,
edhe kësaj vajze kaq talentume, e cila me të vërtet na surprizoi me tingujt e çiftelisë. Por, do të them edhe diçka tjetër, na kena bler edhe një laut. Mirë, po problemi është sepse akoma nuk kena gjetë, domethënë kush do t'i binë, kështu që detyrën prap do t'ja kaloj pretashit këtë knasi, që ta ndajnë, që ta kalojnë brez mas brezit, pavarësisht se pretashi ka pru Emanuelin këtu, por do t'i japim një detyrë me dërzu këtë instrument kaq të rëndësishëm, edhe do të ftojnë zysh Merita një nxënës, cili është Ulsi. E ftojmë Olsin. Bravo Olsi. Faleminderit, mor me një moment për të reflektu, për të falenderu për bashkinë Malësia Male, për të falenderu një zoju që nuk është sot mes nesh, Donika Velaj, e cila ka vu, domethënë, në planet e saj këtë aktivitet, i cili po më rjetë sot, gjithmonë nën kujdesin e Zotit Tonin Marinaj. Falenderojmë drejtuesit e shkollave, falenderoj Zotin Kujtim që e kam këtu, Kujtim Lamthi, drejtori i gjimnazit. Falenderoj Mondin nga jeta shkollore, por njëkohësisht edhe drejtor. Falenderojmë gjithë drejtorat, falenderojmë gjithë mësuesit që kanë punuar çdo ditë. Falenderojmë prindërit, se ato prindërit janë ata që i mbështesin fëmijët e tyre, pavarësisht se shpeshherë nuk i vjen rasti me dal këtu. Ju falenderoj gjithëve, falenderoj gjithë këto talente të reja, ju uroj shumë suksese, edhe ju premtoj që sa të kena fuqi do të bashkëpunojmë me shkollat, me bashkinë, me organizatat, me ministrinë, në mënyrë që ta çojmë përpara këtë që kena fillu. Kam shumë kënaqësi që ta mbylli këtë event duke ju uru gëzuar Krishtlindjen, gëzuar vitin e ri. Edhe kam kënaqësinë që mikut të Zotit drejtor kujtimit, të jap një kënaqësi me dhënë dy, po themi ne, mirënjohje shumë të mëdha për dy vajza. Ti do ta hepsh për vajzën që ke në shkollën tënde, ndërsa ftoj Zyshen nga Vera. Atëherë besoj që ky aktivitet i përmbushet gjitha pritshmëritë, nuk ishte se si të ndodhte ndryshe me këta nxënës të mrekullueshëm, me këta mësuesa që punojnë në mënyrë të palodhshme, dhe që hjekun aq keq me ne drejtuesit dhe me edhe me ata drejtuesit që kena sipër nesh, por që ka herë nervat na falen, kështu që falenderoj shumë dhe dorë zotin Kastriot për gjithë mbështetjen që po na jep. Gjithashtu unë duhet të them diçka që sot ky titulli i aktivitetit trashëgimi brez pas brezit, askush më mirë se ne mësuesit nuk e dim se sa na llimse të brezat kur i përcjellim, po se sa të lumtur jemi që gjithmonë gabohemi, sepse themi këta që kaluan ishin më të mirët dhe gabohemi gjithmonë. Këta që janë më të mirët dhe gjithmonë vinë më të mirët. Unë ju falenderoj shumë, kam kënaqësinë që këtë mirënjohje t'ia dorëzoj Irsës, e cila është një nxënëse e kompletuar me të gjitha aspektet. Uroj vetëm të mira. Atëherë faleminderit shumë edhe për fjalët e mira, faleminderit edhe për mundësinë që na jepni të marrim pjesë në të tilla aktivitete. Faleminderit. Atëherë, duke i uruar gjithëve Krishtlindjet dhe vitin e ri, duke uruar shoqatën dhe dorës bashkë me Bashkinë Malësie Male për këtë organizim fantastik, kam nderin të jap një certifikat mirënjohje, të cilën e jap me shumë dëshirë dhe me shumë dashuri për një vajzë që kemi vërtet fantastike pranë shkollës Prek Gjoni Bajs, është presidentja e shkollës, është vajza e cila merr pjesë në çdo aktivitet dhe kudo që merr pjesë shkëlqen. Prandaj kam nderin të jap titullin e mirënjohjes Isra Hysaj. Atëherë falenderoj shumë për këtë certifikat mirënjohjeje dhe dua t'ju falenderoj shumë që më bëhet pjesë në këtë event kaq të veçantë. Faleminderit.
Nga